e ka pa një shok, që jam në listën Forbes, jam konë në listën Forbes 2025 në Austri, në Gjermani, Zvicër, pastaj 2026 në qëtash në prill, më kanë zgjedhë për Forbes 30 under 30, 30 në 30, në krejtë Europë, jam gëzu shumë, sidomos do me thonë është një farë akceptimi për shkencës teme, për indikimit që jam të bu, se me konë si për Mars nuk i bjen veç me njek do me thonë biznesit ose financa, po edhe me njek një farë ndikimi për minimu njerëzve, me bona e farë bashkim, sidomos edhe diasporën, Kosovën, me bashku diqysh, me gjetë njerëz, me bashkëpunu me ta, që kjo është që jam të njek që tash, po normal në fillim kur të kom një jam gëzu shumë, edhe i kom thumë vete shqyre një farë dhurat që ja kom jep edhe vete diqysh. Që jam ka gëzu shumë. Çfarë dysht ka hapë pjesëmarrja jote në këtë listë? Shumë kontakte të reja, në gjdo drejtim, do me thonë pej shkencës, industrisë, deri në biznese, do me thonë talk shows, gjithë konë që mund është me hinë bised me njerës, shumë kontakte edhe në Azi, se shumë ja e vlerësojnë listën Forbes, edhe në Amerikë, pe që jom hinë që atë listë, i kom pas disa, do me thonë, takime që në basë që asaj ka ndodhë. Ma mirë për si për Mars nuk ka.